Ju theksuat pak më parë se Ermal Beqiri, ashtu siç është konstatuar edhe publikisht, ka qenë dhe ndoshta vijon të jetë ushtari Belinda Ballukut. Ndërkohë SPAK ka bërditur ditën e sotme se ka thirrur dhe do të paraqitet në strukturën e posaçme i zëvendës kryeministja Belinda Balluku për t'u njohur me zgjatjen e hetimeve. Në këtë rast mendoni se ka lidhje mes ndalimit të Beqirit në Francë dhe thirrjes në SPAK të Belinda Ballukut? Unë e citova pak përpara dhe preka që Ermal Beqiri është ushtari i Belinda Ballukut. Dhe Belinda Balluku, të gjitha vjedhjet që ka kryer, korrupsionin që ka kryer në shtet e ka kryer në bashkëpunim me Ermal Beqiri. Aktorët e tjerë që kanë qenë brenda akshit, kanë qenë gjithë aktorë pa një vlerë të rëndësishme, juridike, të thosha, dhe politike. Pse? Sepse vetë zëvendës kryeministja është e dyta në radhë, mbas Ahmetit, që akuzohet për një korrupsion mjaft të madh dhe nëse është thirrur në SPAK, është thirrur përpara SPAK-u një informacion edhe në raport me Ermal Beqiri. Por kuptohet që nuk është në gjendje SPAK-u të zbërthejë Belinda Balluku. Pse them që nuk është në gjendje? Nuk është në gjendje sepse SPAK-u e ka treguar në mënyrë të vazhdueshme gjatë gjithë kësaj periudhe që jo vetëm që nuk ka arrestuar asnjë nga korruptorit, por dhe këta që i ka arrestuar i kanë gjerë, i fut atëra dhe i kanë gjerë nga dritarja me masa mjaft buta ligjore për treguar që janë bashkëpunues të gjithë. Pra, korrupsioni këtu ke ne ka arritur deri në nivele shumë të larta. Dhe SPAK-u, që ishte struktura e fundit që mund pretendon ne që mund mos kapej, dhe ajo është e kapur në të gjitha aktorët politik të fuqishëm dhe edhe ajo ka nevojë për një ndryshim rrënjësor dhe për një forcim të mëtejshëm dhe nxjerrje ligje më të forta për sa i përket anës funksionale të SPAK-ut, por dhe të arrestimit të vinjeshëm që duhet bërë të Belinda Balluku. Shtyrja e hetimeve tregon më së miri që këta nuk janë të zotët për të arrestuar Belinda Balluku. Sepse si gjykata kushtetuese, si parlamenti shqiptar, si qeveria shqiptare, të gjitha hallkat e shtetit janë të kapura, njëra me tjetrën me një korrupsion të jashtëzakonshëm, që tregon më së miri që ky shtet i ka ditët e numëruara për sa i përket nivelit të lartë të korrupsionit, krimit dhe agjenturës që është ulur këmbkryq tek ne. Pra, SPAK-u është i pafuqishëm për të arrestuar Belinda Balluku. Vetëm me përkërdhel, duke e thirrur dhe duke i thënë që e shtym afatin e 3 muaj. Kjo tregon që ta prokuror ose ata gjyqtar të GKK-s janë atje, janë të pafuqishëm për të arrestuar dhe për të ndaluar Belinda Balluku. Ashtu siç janë të pafuqishëm për të arrestuar edhe ish kryeministin e parë, e njëjta gjë do bëhet edhe me Belinda Ballukun dhe fund fare do shikojmë që u plasti të ubace dhe nga kjo nuk doli asgjë. Pra, do kemi që në fund fare edhe një rezultat negativ për sa i përket akuzës të ngritur për Belinda Balluku. Pra, do shikojmë në fund fare që Belinda do akuzohet për diçka mjaft ordinare dhe do lirohet me njërë nga gjitha akuzat. Sepse vetë koha e gjatë tregon më së miri që SPAK-u është i dobët, i pafuqishëm për të arrestuar të zëvendës kryeministre. Në këtë rast,
A mendoni se Belinda Balluku është ajo që ka kapur përfyti në thonjza Edi Ramën dhe ky fundit bëri të pamundur pra heqjen e imunitetit në kuvend dhe nga ana tjetër Rama është ai që po kontrollon SPAK-un në mënyrë që të mos goditet Belinda Balluku? Dhe në një rast tjetër, nëse goditet Belinda Balluku, a mund të jetë edhe fundi i Edi Ramës? Ne nuk e dim akoma se kujt agjenturët tuaj i shërbejnë qoftë Rama, qoftë Belinda Balluku. Nuk di ta themi sot sepse akoma jemi në likën që pavarësisht se Rama doli për të bërë Balluku, por nuk e dim ta dy kujt i shërbejnë. Kujt klani politik dhe agjenturës të huaj i shërbejnë të dy këta. Sepse s'mund ta marrësh një qytetare ta marrësh nga Greqia, ta sjellësh në Shqipëri dhe ta ngjisësh në shkallë deri tek zëvendësi kryeministri. Dhe ta mbrosh në mënyrë aq fanatike sa që mbron Rama Ballukun. Do thotë që nëse e mbron në një mënyrë aq fanatike, tregon më së miri që lidhja e kryeministit me zëvendës kryeministrin është mjaft e rrezikshme, shumë e thellë dhe pasojat i ka populli shqiptar i cili do t'i huaj, por vetëm kur të zbulohet e gjithë kjo aferë e lidhur ndërmjet të Belinda Ballukut dhe Edi Ramës. Sepse shikojmë që të gjithë ministrat që janë brenda kabinetit asnjëri nuk flet. Dhe pse ata mund të dinë aq sa mund dinë, përsëri kanë ose duhet kenë atë kurajo civile, qytetare dhe kushtetuese për të folur dhe për të treguar pjesën e aferës që ata dinë. Por me sa duket, kryeministri i ka mbledhur të gjithë dhe i ka të gjithë si bedel atje në kabinetin e tij dhe asnjëri nuk është në gjendje që të flasi, të ketë kurajo dhe të kritikoj për një korrupsion ose për një çështje kriminale që mund të ketë ose mund të shikoj. Pa, tu faj është edhe i ministrit Bëndshëm, i cili dhe ai është i bedel i kryeministrit, i cili është i paf për të treguar dhe ai anën e tij të profesionalizmit, por edhe shërbimi informativ kombëtar është edhe ajo një anë e cila po lëngon në situatën ku po jetojmë dhe për periudhën që kryeministri jon e ka çuar këtë vend edhe e ka çuar Shqipërinë. Themi e ka çuar sepse nuk dim kujt ja ka shitur, çfarë ka shitur, kujt i shërben dhe me çfarë agjentura së huaja është lidhur kryeministri jon, sepse është një treshe shumë e rrezikshme. Do thosha kryeministri, zëvendës kryeministri dhe përfaqësuesi i Akshit, i cili kishte të gjithë çelësat e Akshit në dorë. Pra, nëse do të kishim një drejtësi funksionale me një ligj mjaft të fortë, duhet të ishte arrestuar Belinda Balluku, duhet të ishte trondritur kabineti qeveritar dhe duhet të ishte thirrur dhe Këshilli Kombëtar i Sigurisë. Por asnjëra nga këto nuk ka funksionuar deri më sot dhe kjo tregon mjaft mirë që të gjithë i ka kapur kryeministri jon dhe i ka vënë përfund të gjithë. Shikojmë në momentin ku kryeministri do japi dorëheqje, vetëm atëherë ne do të jemi në gjendje që të kuptojmë dhe të shohim me sy tanë dhe deri ku ka ikur vjedhja e shtetit shqiptar, deri ku ka ikur shqitja e sekretit shtetëror dhe deri ku në çfarë gjendje janë administrata shtetërore, Akshi, Këshilli i Ministrave dhe kufijtë e Republikës Shqipërisë.